Përshëndetje, dashur, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jon. A mundesh me na u prezantu edhe me na tregu pak për kohët e mëhershme, sa të vështira kanë qenë, ose ndoshta ti nuk e ke përjetuar shumë atë kohë, po pak a shumë ndoshta prej prindve ose prej gjyshërve që të kanë tregu. Përshëndetje, kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi dhe nder të jem pranë të rinjve në çfarëdo lloj mënyre qoftë për intervista apo për çfarëdo pune tjetër. Unë jam Drita Kosumi Syla, vin nga fshati Gllamnik, komuna e Podjevës. Jam e martuar në Prishtinë, kam 2 djem, bashkëshortin, vjehrën, jetojmë bashkë, kem një harmoni të mirë mes veti. Kur flasim për martesën, në menjëherë duhet të kuptojmë se është diçka hynore kur bashkohen 2 njerëz, prandaj edhe me që është diçka hynore, atëherë duhet të përpiqemi që ta ruajmë gjithsesi martesën. Më vjen keq se tani të rinjët për pak gjëra të vogla, po vinë ndoshta deri tek ndarja, gjë që nuk është e mirë për rinin ton, për neve si prindër për shembull. Duhet të përpiqemi të ruajmë vlerat e martesës, sepse martesa është e shenjtë. A mendon që këto ndarje që po ndodhin tash është edhe shkak që vajzat nuk po durojnë sa duhet, tu e krahasu me kohët e mëhershme që gratë kanë duruar më shumë edhe nuk kanë guxuar për me shfaq ose me thonë ai fjalë? Femra duhet të jetë e guximshme, dhuna në asnjë mënyrë nuk duhet të tolerohet. Mirë, po janë edhe disa gjëra të vogla që ndoshta e prishin jetën. Prandaj si njerëz, nëse mendojmë më gjatë, duhet të falim. Duhet të jemi më tolerant, duhet të jemi më të mirëkuptueshëm. Dhe nëse arrijmë të gjitha këto, atëherë martesa duhet të qëndrojë. Unë për shembull në 2 korrek, mbosh 31 vite martesë. 31 vite martesë. Mundesh me tregu pak si ka qenë, se tu e pas parasysh se edhe martesa i ka ato baticat edhe zbaticat të saj. A ma shumë ki pas vështirësi, apo a mendon që ka njëherë duhet që thojnë shqiptarët me mshel një sy edhe një vesh edhe me lëshu rrugë për shumë gjana? Unë nuk mendoj ashtu. Martesa, për shembull, hallat e mia, nëna ime, ato janë martuar pa dëshirën e tyre. Mirë po, edhe pse po me mëset, mirë po kanë gjithë gjuhë përbashkët, sepse është më mirë se sa keq. Ndërsa unë jam një gjenerat që nuk jam ashtu shumë e moqme, unë bashkëshortin e kam zgjidh vetë, ai mua unë atë. Ne kemi një jetë të lumtur, kam një bashkëshort të mrekullueshëm. Përveç asaj jemi edhe shok, ne diskutojmë gjithçka e për çdo gjë dhe e mirëkuptojmë njëri tjetrin. Në atë frymë e kemi edukuar edhe djemt, janë djemt shumë të mirë, të kuptueshëm, dhe besoj që asnjë nën nuk ka dëshirë të dëgjojë diçka për djalin apo vajzën që u ndodh diçka në martesë. Mos të harrojmë se nusja e tregon edhe edukatën e vetë të familjes, e tregon fisnikrinë e tyre. Prandaj nuk është edhe aq e lehtë shembull që nusja kur shkon në familjen e burrit takon njerëz të ri, ata sigurisht kanë shprehi tjera, mirë po me qetësi, me durim i arrijmë të gjitha. Ashtu kam arritë edhe unë, kanë arritë motrat e mia dhe të gjitha. E çfarë ndikimi ki për këto vajza që po e lypin privatësinë e vet, larg vjehrive, më thonë që po kanë dëshirë me jetu vetëm me bashkëshortin e tyre? Po ajo nuk është një gjë e keqe, mirë po për shembull derisa prindrit e djalit janë ndihen mirë me shëndet, mirë po nëse kemi jetë të gjatë, normal pleqëria ka moshën e vet, ajo është keq. Mirë po të rinjët duhet të mendojnë se duhet ata plakën edhe vet. Prandaj duhet të kemë kujdes që si thot populli çfarë mbjellë kurrë. Edhe nuk është mirë ashtu. Unë i kam 2 djemë, si thash më herët, edhe kam dëshirë t'ju jap privatësinë, po çfarë vjen koha nuk e di, të shohim. Po pra. E sa i përket traditave, a u martove me tradita tamam që shlypin shqiptar që kanë, apo kanë qenë tradita më ndryshe, se nëse flasim për kohë shumë të mëhershme, atëherë kanë qenë me kerekali që në shku i kanë marë, ndërsa tradita tuja si kanë qenë?
Të tregova se ne jemi kemi zgjedhur vetë njëri tjetrin, mirë, po martesa ka shkuar me tradita, me zakone të parëve tanë, po edhe ne jemi pëlqyer, jemi kuptuar për datë të fejesës, ka ardhur mësiti, janë bërë të gjitha ceremonitë. Vëzërit e mi janë mërzit shumë për mua. A ki qenë e vajzë? Më e madhja jam, po. Vëllai vogël Muhameti nuk e harroj, pa thënë se pa dritën kemi mbetë si shtëpia pa kulm. Për bese. Si vetë emri. Faleminderit. Unë edhe kështu jam tipi e qetë, jam e butë, përpiqem të jem e sjellshme me të gjithë, pavarësisht çfarë moshe kanë njerëzit. Dhe kjo nga njerë më bën të zhgënjihem, por nuk e kam ndruar kur këtë drejtim. Dhe me a ka pas rast që ndonjëherë ki thonë duhet me ndru si person, shkaku i keq trajtimit njerëzve, se unë po jap mirësitë e ta dhe ata po ma kthejnë me të keq. Është vërtet se të shkon mendja, por mos harroni se ju jeni të rinj, njeriu siç edukohet nuk ndryshon. Unë e kam këtë moshë dhe edhe në punë kur vinë autorët e librave, unë nuk i pres krejtolën, të paktën lëvizi pak nga karrika edhe i përshëndeti. Pastaj sigurisht njeriu meriton respekt ndaj njëri tjetrit, nuk duhet të marrim vetëm moshën tonë për shembull, ju meritoni respekt të rinjët, secila moshë duhet të ketë respekt. Për shembull në autobus është dikush me valigje dhe nëse është më i ri se unë hiç nuk pritoj, zgjohem edhe ja liroj karriken. Do me thonë respekti është i gjithanshëm në çdo hap, me çdo lloj njerëzish. Nëse flasim për respekt, sa ka ndryshuar respekti prej kohës kalume? Tash, nëse shohim rinin tash me rinin e mahershme, çfarë mendimi ki? A ka ndryshuar respekti? E them me keqardhje se ka ndryshuar, jo pak, po vrehet një ndryshim shumë i madh. Për shembull, po e zëm fjalën tek autobusi. Për shembull, unë qëndroj, unë nuk jam në moshë që gjithsesi duhet të ulem. Mirë, po në krahas për shembull një moshatare tone, janë të gjithë nëpër telefona, edhe nuk e di janë a shojnë ajo, por ndodhë që nuk lëviz askush nga vendi, rrallë herë ndodhë. Ndërsa ne të tregova edhe nga fëmiria e deri tash, edhe deri sa të mundem, unë e përcjell respektin ashtu siç më ka mësuar nëna, babai, gjyshja, hallat të gjithë. A mendon që pak rinja edhe nuk po e marrin edukatën e familjes? A mendon që edhe pak rrethi i shoqërisë po indikon shumë të rinj për me ndryshu sa i përket respektit edhe edukatës, su e pas parasysh se prindi nuk don me e pa fëmijën vet asnjëherë keq? Këtë ta dham një mendim përfundimtar është pak e vështirë, sepse unë si nën, po e marr një shembull rinonin djalin e madh, ka qenë ndihmër ftohtë, edhe është përgatit me dal, ka qenë diku 5-16 vjeç, moshën që e ka vetëm lule, edhe ka vesh farmer, ka krejt të çkyra, të coptuara, edhe i kam dhënë der, i kam thënë ku po shkon? Po dal, thash jo kështu jo, thash të ftohti të prish, thash ai nuk të njeh ai rinoni akosh. Thash edhe nëse e ke për ndonjë vajzë, thash ajo të don ty, edhe po, edhe veshur më mirë edhe më. Do me thonë është një ndikim shumë i madh i prindërve, sidomos i nënës. Nuk është e lehtë edukosh fëmijë, as pak nuk është e lehtë, mirë po duhet të përpiqemi të japim maksimumin. Unë për vete shpeshherë kam lënë vetën anash që marr me fëmijë, edhe falë Zotit, bile një fqinja aty Afrodita quhet, më tha një ditë, jo, fëmijëve të Nezirit për bashkëshortin tim, nuk mundesh me ju folë përpara. Edhe seriozisht nuk e them këtu para media, na një faleminderit, por ndjem shumë e lumtur kur shpesh dëgjoj fjalë të mira për fëmijët e mi. Jeta të hedh kudo, në punë të mirë, në punë më të dobët, ndoshta nganjëherë edhe fare. Mirë po, respekti duhet të jetë mbi të gjitha. Kur ke respekt për njerëz, ke dashuri, ke mirë kuptim, ke mirësi. Ndoshta është edhe në ana e internetit kjo që teknologjia pak po e vërtet, teknologji po edhe pse po e keq përdorur. Po, secila pjesë duhet ta ketë kohën e vet. Interneti është vërtet se ka bashkuar botën, por ka larguar njerëz. Është bërë dashuria mes neve sipërfaqësore. Për shembull në rrjetet sociale të flasin aq mirë, të komentojnë aq bukur, ndërsa kur shihemi është pak, do me thonë, më ftohtë ajo. Pastaj edhe mysafir nuk kemi tash.
Nuk vjen askush. Sa i përket më shumëve, zakonisht i dëgjoj të thonë këta fëmijë nëse kam bërtit kështu në kohën tonë, na kem ditë çka ju kem bu. Fëmijët sot po rriten në mënyrë shumë ndryshe se sa atëherë. Do me thonë janë shumë ma, me një fjalë ma të lasdrum se sa atëherë. Sot fëmijë si thu ulu, mos e bëj këtë gjë, nuk dëgjon e bën kryt e vet. Po, është e vërtet kjo, këtu mendoj që bëhet fjalë edhe për kushtet. Tani janë kushtet shumë të mira, nuk ju mungon asgjë fëmijëve. Dhe kur çdo gjë është me bollëk, nuk çdo sen me pas në kufi. Sigurisht duhet ta ketë limitin e vet çdo gjë. Nëse çdo gjë që është e tepruar nuk ka vlerë. Prandaj duhet kemi kujdes që mos të bëjmë, sepse thot një fjalë e popullit, fëmijët nëse ja jep dorën ta merr krahun, sepse është fëmijë, nuk din të logjikoj. Prej fëmijërisë, domethënë prej moshës së vogël, duhet të sillemi mirë me ta, në përgjithësi të marrë të mirë hapin se çfarë po japin, sa po japin, dhe atëherë fëmiu e merr atë edukatën tamam se si duhet. Kushtet janë të tepruara, sot asgjë nuk i mungon, për shembull nuk i gëzohen festave pavarësisht fetare apo shtetërore, nuk e di, është një jetë më ndryshe nga jona. Po, normalisht kanë ndryshuar shumë gjëra, siç e përmene edhe për festa. Domethënë atë kohë menzi kemi prit festën e Bajramit. Sigurisht. Kur na bleshim teshat, kemi flejt me rroba të kryt, menzi me i prit për mi vesh mëngjes. Kanë qenë kohë të arta. Kanë qenë kohë të arta dhe edhe sot asoj ditë ne kur i kujtojmë mallëngjehemi sepse me të vërtet ka qenë një kohë me shumë dashuri. Sigurisht kanë qenë edhe prindrit gjallë, ata na kanë ofruar, na kanë mësuar, çdo gjë të mire kemi marrë prej tyre. Unë kur jam martuar, për shembull nëna ime më ka thënë, bija ime, të gjitha zakonet e nënës lej këto e merit të vjehrës. Për besë, për Zotin, po. Edhe ashtu kam vepru. Bilem pa thonë vjera, heq dritës nuk i ka arë vështirë, më thirë nanë. Adem? Po, atë ka vështirë drita për me thirë nanë, dikon që nuk është nana jote. Të thash më herët nuk më ka ardhur vështirë as pak. Edhe këto vjera e ka cek, nuk i ka ardhur dritës vështirë as pak më thirë nanë. Jam adaptuar shumë lehtë në familjen e burrit. Të tregoj drejt, e kam pas edhe atinatin, e kam edhe sot atinatin me pas ndonjë vrejtje. Edhe pse jemi njerëz, vrejtjet janë të arsyeshme. I kam punuar të gjitha punët, kam gatuar për të gjithë familjen. Beso dhe këpucat ua kam pastruar, çdo gjë që është bërë për të punuar për një familje, i kam kryer. Po edhe kunatat e mia, ashtu jo vetëm unë. I kemi pastaj punët me rend. Pas ke qenë me fat në dritë. Po, e kam gjetë një familje shumë të mirë të bashkëshortit, edhe sot janë ata shumë të mirë, edhe pse jetojnë të gjithë në Perëndim, i përshëndes të gjithë, me gratë e tyre, me fëmijët e tyre. Na ka mbetë ashtu raporti shumë i ngushtë mes nesh, edhe gëzohem kur vinë, edhe dalim, edhe bisedojmë për tema të ndryshme, po vjera nuk e lëmanash as pak. Vjera është është edhe te 5 vite. Pjesa kryesore. Është bukur e sëmur. Mirë po, ajo është në qendër vëmendjes në familjen tonë. Ne, për shembull, unë edhe nëse shkojmë diku për vikenda, diçka organizohemi me burrin, që dikush është me ta. Edhe pse kemi një vajzë që kujdeset për të. Mirë po të torë, po na bie bashkë. Po për shembull kur nuk je vetëm e pa, edhe pse je në punë me angazhime, se jeta të prunë, asisojme, po as edhe duna me pa me sytë e mi që është po kujdeset, se ndrysho kur e me sytë e tu, edhe ndrysho është kur nuk je prezent. Po, ajo është një vajzë shumë e mirë, është shumë e edukuar, është shumë e qetë, sepse të moshuarit nuk mundemi me ja bë të gjitha punët mjaftueshme, me një fjalë me rahatu, sepse kanë dhimbjet e veta, kanë ankesat e veta. A mendon që edhe të moshuarit bëhen si fëmijë? Po, është e vërtetë. Janë ulur edhe vazhdimisht kërkojnë se nuk dinë çka më bëjnë. Është e vërtetë, vjera po, ashtu kërkon shumë gjana. Mirë po, ne e dim çka i duhet, çka nuk ka nevojë, për shembull. Ajo nganjëherë thot nuk po muj me dalë kërkon, ajo në fakt që nuk mundet as me hec, po nuk pajtohet me gjendjet që e ka.
asnjëherë nuk pajtohet. Edhe besa që më vjen keq kur jam para saj, më thotë, nuk e di çka u bë kështu me mua. Unë nganjëherë ndihem në siklet, po i them nganjëherë oj non, nëse edhe unë plakëm, do t'i kem këto këtë gjendje, këto ankesa, edhe prapë thotë jo se di çka u bë. Normalisht edhe Kanë lek edhe atëherë, po nuk i kanë pas kushtet tona për shembull, kanë lënë rroba në duar, fëmijët ashtu me ujë kështu, po pra, tani janë prezente, po pra. Edhe ka qenë, a mundesh me na tregu Rita një këshill për rinin sot, që ai kishte thonë rini sot ti? Unë gjithmonë kur flas e përmendi shumë nënën, sepse nëse më thot dikush se jam e formësuar, e kam nga nëna ime. Ajo gjithmonë më ka mësuar dhe më ka këshilluar, më ka thënë se bashkëshorti nuk shikohet nga pamja jashtme, as nga ana materiale. Dhe këto bilas që kam ditë me i pyet, çka ke në shtëpi e çka nuk ke, e kam pasur që është njeri shumë i mirë, është njeri shumë i fjalës, është shumë i ndershëm, të gjithë e njohin. Babai im ka qenë me zakone tradita mjaft të rënda për besë, ashtu ka qenë koha atëherë, mirë po për Nezirin, bashkëshortin tim ka thënë se e ka vendin këtu. Sepse ai kur ka thënë po, ka qenë po, jo, edhe tash është. Është shumë i kujdesshëm, ai është kujdes edhe shumë për prindrit e mi, është shumë familjar, kujdeset për nënën e vet, ai kur në jetën e vet nuk vjen te gruaja e vet, tek djemtë e vet pa shku te nëna e vet. Askur nuk shkon punë pa hyrë te nëna e vet, se kështu më të mos flasim gjatë ditës. Për të rinjët kisha pas këshill, edhe besoj që ta dëgjoj të paktën një pjesë të dashur të rinjë. Dashurinë mos e shiqoni me syrin e lakmisë, por me zemrën e dashurisë. Drita, na të falenderojmë për zemërsisht që ndave ku me neve, ti e paq shnetën edhe gjithat mirat një. Të faleminderit shumë. Edhe juve, është kënaqësi e imja. Shpresoj të shihemi përsëri, është kënaqësi të bashkëpunoj me të rinjët. Ju jeni gjenerate e ardhë, jeni ardhmja jonë, ju përshëndes dhe ju paqë shëndet. Faleminderit.